zgjerimin e Bashkimit Evropian, një çështje e cila na prek drejt për së drejtë, teksa jemi në një rrugtim mjaft ambicioz për të qenë pjesë e Unionit. Unë do të kem kënaqësinë që të lidhemi drejt për së drejti me Genti Xhaxhiun, koordinator programi në Shkollën Rajonale të Administratës Publike të Ballkanit Perëndimor, Mekanizmi i Bashkimit Evropian. Shumë faleminderit që jeni e bashkuar drejt për së drejti në këtë komunikim në një ditë si kjo. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Për ta rikthyer edhe një herë në vëmendje të publikut, zoti Xhaxhiu, Franca dhe Gjermania propozojnë një integrim gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, duke u dhënë atyre një rol vëzhgues në institucionet europiane dhe pjesëmarrje në takime të nivelit të lartë, por pa të drejtë vote apo vetoje. Ne jo më larg se rreth një muaj më parë, së bashku pikërisht nga kjo studio, kemi bërë një diskutim sa i takonte propozimit në atë kohë që u hodh fillimisht nga Franca, ku madje edhe kemi ngritur pikpyetje mbi atë se çfarë do të ndodhë në të vërtetë. Tani më jemi përballë një fakti, apo jo, për mënyrën se si ju e gjykoni dhe e shikoni, si do të shkojë. Në fakt, propozimi franko-gjerman është martesë e dy propozimeve të mëdhetshme që këto dy vende kanë bërë, pra presidenti Macron dhe shefi i kancelarisë pra në Gjermani Merz, në dy kohë të ndryshme, pra është një bashkim i këtyre dy propozimeve që për hir të vërtetës kishin goxha pikat përbashkëta dhe rrjedhimisht tani kanë marrë trajten e një memoje apo white paper, siç quhet në gjuhën e Brukselit, që ka qarkulluar sot në summit, që i është dorëzuar në mënyrë informale dhe në këtë sens duhet thënë që është një dokument pa logo, pa firmë, është një dokument pune që i është shpërndar sot liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve anëtare të BE-s dhe paralelisht i është dërguar Komisionit Evropian.